Fatmir Limaj dhe Jakub Krasniqi formuan partinë e re pas shkëputjes nga Partia Demokratike e Kosovës e kryeministrit Hashim Thaçi. Partia Nisma për Kosovën do të ketë 2 organe drejtuese, Këshillin Kombëtar që do të kryesohet nga Krasniqi dhe Kryesinë e Nismës që do të drejtohej nga Limaj. Jakub Krasniqi ftoi qytetarët që të bashkohen Nismës për ta bërë Republikën e Kosovës shtet ligjor. Unë sot po vetohem se cili do nga ne që merr guximin ta lëshon rrugën që po e proklamojmë sot për ajush dhe opinionit të gjerë, do të jam i pari që ta kundërshtoj pa asnjë hezitim. Të njëjtën gjë e kërkoj që ta bëjë secilin nga ju që e konsideroni Nismën pjesë të vetes suaj. Sot, vetëm duke qenë mbrojtës programit tonë, ne do të forcojmë shtetin tonë, se vetëm kështu do të zhvillojmë vendin, se vetëm kështu qytetari ynë, kudo që të jetë, do të jetë e ndjehet krenar me dignitet në shtetin e vetë. Ndërsa Fatmir Limaj u shpreh se Kosova nuk është duke ecur në rrugë të mirë pasi qytetarët janë lodhur nga premtimet boshe. E vërtetë është se Kosova nuk është në rrugë të mirë. Qytetarët e saj ndodhen. Qytetarët ndodhen nga iluzionet, nga demagogjia, nga premtimet boshe, nga të priturit pa kufi, nga pasiguria për të ardhmen. Koha po ecën, bota po ndryshon. Vende të tjera rreth nesh po zhvillohen. E fatkeqësisht vendi ynë është duke stagnuar. Shteti ynë është duke nënkizhuar boshtet kryesore të ekzistencës së tij. Krasniqi dhe Limaj kanë qenë ndër themeluesit e partisë në pushtet PDK, por mosmarrëveshjet me kryeministrin Thaçi për një sër çështjesh sollën përçarje në marrëdhëniet e tyre.